Zonja dhe zotrin, sonte i ftuar përballë Dardangashit, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi. Me mbrëmje shikues të nderuar, mirë se erdhët në edicionin më të ri të Republikës. Me ne sonte zoti Arben Gashi, një nga deputetët më të zëshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ose edhe njëri nga njerëz më kritik në Kuvendin e Republikës Kosovës, qoftë në legislacionin e kaluar, qoftë në këta, të aktualin. Arben, mirë se ka në Republikë. Mirë se u gjej. Po nisim ndoshta me një lajm pak të hidhur për LDK-n. Sot LDK-ja humbi një antar të ri, që vetëm sa kishte ardhur. Një humbje e madhe për LDK-n. Me siguri se çdo humbje një votuesi apo një njeriu të LDK-s është humbje e madhe për LDK-n, po duke marrë parasysh nëse ju po i referoni personit që ka qenë i punësuar në Ministrinë e Kulturës. Po unë personalisht nuk e njoh. Festua si një prurje e madhe. Po, me sa kom pa unë personalisht nuk e njoh, po me sa kom pa merret me filozofi, me çështje të tjera. Normalisht humbja për një votuesi është e rëndësishme. Le më humbja një filozofi ose një personi i cili në ka sjellë në parti, sekretari i përgjithshëm i partisë, edhe tash të humbë është humbje. Do bëjmë edhe humbje edhe për sekretarin natyrisht, si kontribues. Jo, sekretari do të rikuperoj, besoj, po si e zaventson me dikën tjetër të ngjajshëm. Patjetër që do të gjej dikon, po si humbje filozofike besoj që është e mollur. Mirë, ndoshta do të thotë një kryshnoshje për partinë dhe për zotin Besiri prej këtij vendi. Po kalojmë pra në tema pak më pak vëmshme ose më serioze, si të thosh. Koalicioni. Javën e kaluar këtu ishte musafiri ishte një zavens ministri i PDK-s, zoti Kilaj, i cili relativisht ashpër kritikoi shefin e tij, ministrin e tij, ministrin e financave, zotin Hoti, për do të thotë një udhëheqje jo kolegiale, një udhëheqje të ministrisë, do të thotë ku përjashtohen njerëz të partive tjera ose njerëz që nuk janë të afërt me zotin Hoti ose me partinë, i cili si takon zoti Hoti ose grupit. Po ashtu ishte problemin Pej, me kryetarin e Pejës dhe me koalicion me PDK-n atje. A janë shehet e para të çarjes? Pas, do të thotë, fortunës që ishte me opozitën, tash do të thotë, a është e mundur që tash po dalin këto shehet e çarjes për çarjes? Sa për këtë rastit konkret në Ministrinë e Financave unë nuk kam shumë informacion, por nuk mendoj se zoti Kilaj apo zoti Hoti duhet të kenë atë lloj relacioni që zoti Kilaj ta konsideroj zotin Hoti shef, apo zoti Hoti ta konsideroj vetën shef përballë Kilajt, sepse janë partner koalicionit, njëri ka pozitën e ministrit, tjetri pozitën e zëvendës ministrit, dhe të dy bashk përfaqësojnë dy programe politike të funksionuar në një program i cili duhet të zbatohet në një ministri. Dhe në këtë situatë Kilaj thotë se nuk e përfyll fare. Pra, kolegu i tij zoti Hoti. Po, zoti Kilaj me sa unë e kuptoj politikën nuk ka problem me zotin Hoti. Ka problem me partinë e vet. Sepse partia vet duhet të sqarojë pozicionet e zotit Kilaj në ministri dhe në momentin që pozicionet e zotit Kilaj në ministri sqarohen, s'ka problem. Zoti Hoti është obliguar të respektojë marrëveshjet e koalicionit. Ju po thoni pra se nuk është problem i koalicionit, është problem individual? Problem i zotit Kilaj me partinë e vet, e cila nuk ja ka sqaruar pozicionin e partisë në koalicion. Do thonë është çështje e koalicionit, por që zoti Kilaj nuk duhet me tentu me zgjidh me zotin Hoti, por duhet me zgjidh me partinë e vet. Si të paktën ashtu që unë e shoh politikën. Mirë, do të po e përsëris ai përmendi edhe disa raste tjera në 3-4 ministri tjera, ku thasë është pak a shumë e njëjta situatë. Po nëse kjo është e vërtetë. Edhe thasë LDK-ja po mendon se është fut me revolucion në qeveri, jo me vot, jo si parti e dytë, por si parti e cila do të me revolucion ka fitu. Nëse kjo është e vërtetë që thotë zoti Kilaj. Dhe po bën pastrime, ashtu i quajtë, ai quajtë pastrime, spastrime në esencë të ministrive nga njerëz të PDK-s këtë rast. Nëse kjo është e vërtetë që thotë zoti Kilaj, mu po më gëzon ky fakt në fakt. Sepse ka guximin nga ministrat e LDK-s që të marrin këto lloj veprimesh, cilat po ndërprejnë, po na shkalojnë ose po largojnë persona që kanë lidhje të forta, afiliacion të fortë me Partinë Demokratike. Po zaventson me Lidhjen Demokratike. Tash zaventësimi nuk e di, po nëse afiliacioni është i fortë me Partinë Demokratike dhe mungon
baza kryesore që është kriteri i profesionalizmit, atëherë nëse një ministri i LDK-s, megjithëse ministri nuk ka drejt më marrë me ato punë, por sekretari i përgjithshëm që merret me ato punë, ministri këtë çamon të bosh kabinetin e vet me caktuar. Ndërsa prej sekretarit përgjithshëm me tutje është çështje e stafit civil dhe nuk mendoj, jo dhe praktikisht, ligjërisht nuk mundet ministri me ndërhy. Nuk mund të me shkarku dikon për punën me largu, përveç nëse dikush është kontrat veprën, nuk ja vazhdon, ose i kërkon sekretarit që të mos vazhdohet, ka lëvizje tjera, por si kontratë e rregull të punës, nuk mundet me ndërprer kërkuj kontratën e punës për pa pas një arsyeshmërini, tërheqje vërejtjes, është procedurë gjatë, sepse në raste të tilla palët ankohen dhe shkojnë në Këshillin e pavarur mbikëqyrës dhe Këshilli i pavarur mbikëqyrës i detyron ministrinë me kthy dhe retroaktivisht krejt pagat me u pagu. E vërtetë se në këtë rast do të thotë janë Këshilli ka vendosur se këta njerëz duhet kthehen dhe prapë nuk janë kthy. Jo s'kan çfarë po kthy. Po realiteti do të thotë se nuk janë kthy. Do të thotë ligjit. Shkelje ligjit. Po. Natyrisht. Nëse ka një vendim të Këshillit të pavarur mbikëqyrës, që është gjykata e shërbimit civil, i cili nuk zbatohet, është shkelje ligjit. Po ju po tentoj dhe janë. Do thotë këtu janë çështje individuale, po mendoni apo është problem i koalicionit? Po dalin do thotë pas po them shukatjes të opozitës, pak a shumë opozita e humbi betejën, edhe është tërhiq. Tash do thotë që është normale, dalin sipërfaqe problemet e qeverisë, dalin në sipërfaqe problemet e funksionimit të koalicionit, i cili ka pas mundësi të fshehet, kushtimisht po them prapa skenave që ka ofruar opozita me mujë. Po, unë prapë po insistoj se nuk është përgjigja shumë e thjeshtë. Situata është komplekse, dhe kompleksitetin në saj rënditën rëndësia e çështjeve. Rëndësia parë është që zoti Kilaj duhet të serojë raportet me partinë e vet. Rëndësia e dytë, partia e tij duhet të serojë me partinë e koalicionit me LDK-n raportet dhe pastaj gjitha tjerat, rastet individuale i natët me zotit Kilaj, zoti Hoti apo largimet, punësimet, mospunësimet e tjera sharohen në momentin kur sharohen pozicionet politike. Dhe këto janë probleme normale të një bashkëqeverisje, sepse në kohë të goxha gjatë Ministrinë e Financave ka drejtuar PDK-ja dhe tashmë ndryshon drejtimi i ministrisë, partnerët e koalicionit nuk janë shumë komodë dhe ndodhin këto përplasje. Po ti njihësh se një kritik e këtij koalicionit të prej fillimit i ke qenë kundër koalicionit, me sa më kujtohet, ke votuar kundër. Po. A do të kishë mirëpritur një përfundim më shpejt të kësaj martese? Mirëpritja nuk është fjala adekuate e shprehjes të asaj që kanë mendoj. Me sa ardhur do të ishte një zgjidhje e cila do të ishte pranueshme për komplet skenën politike në Kosovë. Nëse koalicioni PDK-LDK tashmë i formuar para një viti e ca, arrin me kriju stabilitet politik, me kriju një besim në institucionet e Kosovës, që unë kam dyshimin e madh se mundet me kriju. Edhe me kriju një trend të zhvillimit pozitiv si në aspektin politik, social, ekonomik, shfundimit ligjit, e tjera atëherë mundet me vazhdu për një periudhë më të gjatë. Por nëse nuk arrit me kriju një konsensus i brendshëm politik, një gjendje stabile politike në cilën krijon besim të qytetarëve të Kosovës, e cila krijon besim të qytetarët dhe qytetarët i besojnë edhe qeverisë dhe gjitha institucioneve, po dhe partitë të opozitës. Atëherë do të ishte normale me vazhdu deri në fund. Por nëse nuk arrihet me kriju një situatë ku partitë politike krijojnë një komoditet komunikimit, si ato në pozitë dhe në opozitë, mes vete, dhe ku nuk ka një sinergji, bashkim të energjive të gjitha faktorëve për interesa madhore të vendit, atëherë do të ishte në një situatë tjetër normale të shkohen zgjedhje. Sepse në fundit, askush nuk duhet me friksu zgjedhjeve. Zgjedhjet janë zgjidhja ideale e situatave konfliktuale, sepse sovrani, populli vendos se kujt do m'ia besu të drejtën e drejtimit të jetës publike në vend. Në momentin kur ja beson, atëherë e jap votën dhe konfirmohet establishmenti politik, elita politike. Dhe me konfirmimin e elitës politike, ata vazhdojnë. Po tash këtë situatë që jemi? Dhe duhet ndërtohet meritokracia, në fakt. Kemi problemin të mungesës meritokracisë si në hierarki politike, partijake, qeverise. Dhe kjo pastaj krijon edhe pak nasi dhe krijon distanca. A mund të thellosh pak në çfarë kuptimi meritokraci do të përgjithësi. S'po du me sistem me vendos fjalë në gojën e Arbenit, po i bjen që tash kemi njerëz LDK që nuk meritojnë me qenë aty ku janë? Po ka njerëz që mund të jenë ministra, nuk
kanë mujtë me kanë deputet. Ka njerëz që janë kryesit partisë dhe kanë dalë i 80 ose i 100 me vota në LDK ose i 50. Më thonë, nëse shkelet parimi i meritokracisë në avancimin politik, atëherë normalisht që shkaktohet demotivimi në angazhimin politik. Dhe demotivimi në angazhimin politik shkakton pasojën tjetër që është rezignimin nga pjesëmarrja në jetën publike, politike, në favor të grupit politik. Dhe gjitha këto pastaj shkaktojnë dëmet një pas njëshme edhe në angazhimin politik edhe në kontributin, po edhe në mundësinë për me kriju një status quo të përbashkët të angazhimit gjithëve. Këtë çështje është në parti politike si arrihet me u bashku energjitë. Edhe kjo energji e bashkume me shku në interes të partisë, të grupit politik dhe në ma gjanë interes qytetarëve. Nëse arrihet më kriju kjo, është një menaxhim i mirë edhe i partisë dhe i politikës. Nëse kjo nuk arrihet më kriju, atëherë ka keq menaxhim ose dështim në menaxhimin e duhur të angazhimit politik. Kështu siç është elita e LDK-s, po kushtimisht po them elita udhëheqëse e LDK-s, qeveri, në parti, nuk reflekton realitetin? Jo, nuk reflekton. Po për shembull ka njerëz LDK-s që duhet me u konsideru si njerëz me peshë politike, të paktën për situatën për matjen e fundit, sepse çdo 4 vjet normalisht bëhet një matje para masës popullore, sepse njerëzit në Kosovë votojnë drejt për një individ, edhe elektorati i LDK-s i ka marrë gjithë dhe ju ka dhënë gjithë secilit një peshë specifike të besimit. Dhe për peshën specifike që i kanë dhënë, duhet më dhënë edhe përgjegjësinë politike. Si në aspektin e hierarkisë politike, si në aspektin e pjesëmarrjes në zbatimin e politikave partijake. Ma konkretisht nuk është të folju me emër, mbi emër dikuj? Për shembull, nëse Vjosa Osmani ka 40.000 vota, nuk mundet mos me kona në këshill përgjithshëm. Arbeni njëjtë. Njëjtë, po ka edhe tjerë plot, nuk janë vesna. Po në kundërt ata që janë për shembull. Po ka për shembull ministra që janë me 2.000 vota, 1.500 vota, është ministra shtantar i kryesisë. Konkretisht? LDK-s. Po konkretisht ju dini më mirë se unë. Nuk po du me personalizu. Po e personalizova me që po flitet për ne, po jo për tjerë. Ju i dini kush janë ministrat që kanë përkrahje, por nuk është çështja për me kon ministër ose me marr pjesë në ekzekutiv. Çështja është në angazhimin politik duhet të jetë edhe njohje kontributit politik. Dhe ç'është është përkthy kjo në situatën në krizën politike të cilën ka kaluar vendi. Unë disa herë kam thënë bile ka pas raste kur edhe ka pas një qëndrim në ngurt ndoshta prej kolegëve të mi në politik, pse po përdor fjalë të ashpra ndaj kolegëve. Unë personalisht kam mbërrin konkluzionin gjatë kohës krizës politike se ministrat e LDK-s kanë qenë të pa angazhuar politikisht. Por gati 10 muaj të krizës politike, asnjë ministër i vetëm nga radhët e LDK-s nuk ka pas qëndrim politik. Nuk ka dalë me mbrojt partinë e vet. Nuk ka dalë me mbrojt kryeministrin e vet, shefin e vet. Ata e kanë shef kryeministrin. Ndërsa zoti Kilaj hierarkisht në ka shef kryetarin e partisë vet ose zëvendës kryeministri i cili vjen nga radhët e partisë vet. Nuk kanë dalë asnjëherë me mbrojt, nuk kanë dalë me sqaru opinionin publik, nuk kanë dalë me sqaru elektoratin e LDK-s. Unë i kuptoj pse. I jap logjik asaj që ka ndodhur. Sepse duke marrë persona në qeverisi ose në hierarkinë më të lartë të partisë, persona të cilët nuk kanë përkrahje të fuqishme publike, ka ndodhur që ideja fillestare me sa unë kam kuptuar ka qenë le të marrim njerëz në qeverisi edhe në hierarki në parti sepse njerëz që janë dëgjueshëm dhe nuk kanë potencial të madh të rezistencës. Sepse me ta është më lehtë me menaxhu qeverisin sepse nuk do të kenë një situatë konfliktuale me partnerin e koalicion siç po ndodh te ministria që ju e përmend për shembull, dhe duke pas këtë situatë qetë normalisht do të jetë më lehtë qeverisja. Por nuk kanë llogaritë se momentin kur do të kesh një situatë të ndërlikuar me partnerin me opozitën, si do të ndodhë rezistenca, kush do të artikulohet politikisht. Dhe LDK-ja humbjen e madhe ka pas këto 10 muajt e fundit, sepse nuk ka pas artikulim politik. Askush nga ministrat, dhe as vetë zëvendës kryeministri nga radhët e LDK-s, nuk është artikulu politikisht për 10 muaj, që është e pafalshme.
Nuk mundesh me leju vetit këtë luks, që për 10 muaj mos me pas asnjë deklaratë politike me gjitha ato ngjarje që kanë ndodhur në kuvend dhe jashtë kuvendit. Dhe ngjarjet që kanë ndodhur në kuvend dhe jashtë kuvendit kanë të bëjnë me qeverinë, nuk kanë të bëjnë me kuvendin. Sepse qeveria është produkt i kuvendit, por në njëjtën kohë ka përgjegjësinë e marrjes vendimeve për cilat po i konteston opozita dhe një pjesë e shoqënisë. Domethënë, duke mos marrë persona me profil të lartë politik dhe me angazhim të lartë politik, me idenë se nuk do të ketë konflikt me partnerën e koalicionit duke marrë persona dhe duke mos i angazhuar as në parti, është arrit krijohet kjo situatë dhe kjo situatë pastaj ka dalë që po bën më shumë dëm se sa hajër, sepse nuk është llogarit mirë që në fazën e parë, sepse ndoshta edhe nuk është menduar që do të ketë një rezistencë kaq fort prej opozitës. Do të thonë analiza me Arbenin është se LDK është në rrugë relativisht të keqe? Jo, nuk kisha me thonë që LDK është në rrugë të keqe. Kisha me thonë konkluzioni im është që LDK-ja nuk e ka menaxhuar në mënyrë më të mirë të mundshme situatën politike të vitit fundit. Po im në një rast hipotetik tash, do të demarkacioni duhet për do kur të vijë ose në kuvend ose në një mënyrë tjetër të ballafaqohet kjo qeveri, ky kuvend, ky establishment politik me këtë çështje e cila dashëm është krijuar një prej temave kyçe të politikës. Po të vijë në kuvend, çka ndodh sipas Arbenit? Mund të nisim edhe të personalizojmë Arbenia do të voton për demarkacion? Por nuk ka të bëjë me deklarimin personal individual. Me sa unë e ndjej, nuk kam tentuar që të mos deklarohem eksplicit për këtë çështje, për të mos kriju situata paraprakët të qitjes në pozita disfavorshme të kryetarit të partisë apo kryeministrit që vjen nga radhët të partisë time. Por me sa kuptoj unë dhe me sa shoh unë nga zhvillimet që ndodhin në kuvend, ekziston një shkallë, një numër i madh i deputetëve në kuvendin e Kosovës nga partitë në pushtet, cilët nuk do ta votojnë demarkacion. Numri mjaftueshëm për të mos kaluar në këtë rast. Me sa shohun në situatat cilat po sillet, po. Dhe mendoj se duhet gjendet një zgjidhje kreative alternative. A keni ndonjë ide çka është zgjidhja kreative alternative? Zgjidhja kreative alternative do të ishte marrja seriozisht në faza parë, marrja seriozisht në konsiderat e mënyrës së artikulimit ose marrja seriozisht në konsiderat e informacioneve dhe e materialeve të cilat ekspert, njëri prej tyre është edhe deputet i LDK-s, po i deklarojnë. Dhe ka deputeti i cili është anatemohet nga vetë LDK-ja. Padrejtësisht. Po anatemohet padrejtësisht nga LDK-ja dhe mendoj se zoti Bulliqi është vlerësuar me LDK-s dhe duhet trajtohet si e tillë. Dhe nëse arrin që LDK-ja ta trajtojë si vlerësuar me zotin Bulliqi, mendoj se në afat gjatë do të jetë interes LDK-s. Po le ta lëm anash zotin Bulliqi. Le të shohim se çka mund të bëhet për demarkacionin. Nëse merren seriozisht konsiderat materialet që i prezanton zoti Bulliqi dhe të tjerë, diskutohet me partnerët ndërkombëtar për situatën specifike dhe konfliktin social dhe politik që ndodh në vend. Diskutohet edhe me shtetin fqin me cilin kemi raporte miqësore. Dhe besoj se nuk ka arsye thellë malizi që të bllokoj Kosovën ose të krijojë një situatë konfliktuale, as interes politik as strategjik që të krijojë situatë konfliktuale me Kosovën për ato pjesë të territorit që po i tentohet ose është krijuar perceptimi i përgjithshëm që po tentohet të merret Kosovës, atëherë në këto ambiente mund gjendet një zgjidhje alternative kreative, ndoshta duke ribiseduar me Malin e Zi, ose duke arritur faza parë është shkputja e kësaj çështje për lidhjes me liberalizimin e vizave. Nëse arrin aty desh të dalë para se të shkojmë në një pauzë marketingut, nëse kurzohet që formalisht nuk është e pala kosovare të bisedojmë me palën e Malit të Zi dhe të merren vesh që do ta gjejnë një zgjidhje tjetër ose do ta ridiskutojnë dhe të shkputet prej liberalizimit vizave, do të jetë fitoria e parë politike për Kosovën. Nuk pak rëndësi ka a do të jetë fitore apo si do të interpretohet për pozitën në opozitën, nuk ka rëndësi. Rëndësishme është Kosova në këtë rast. Nëse arrit me u shku në një çështje tjetër, pastaj ka zgjidhje. Mundet me u marrë vesh dy palë që me çunë arbitrazh, meqense ka kontestime të forta brenda njërës palë, që është brenda palës kosovare në këtë rast, jo qeveria, por
pjesë e caktuar e shoqënisë, konsiderueshme e shoqënisë dhe komplet opozita dhe pjesë e konsiderueshme e pozitës, ose deputetëve nga radhë të pozitës, atëherë mundet me gjetë një zgjidhje tillë, ose me u gjetë një zgjidhje ku mu renegociu ose me u ridiskutu faktet e reja. Dhe mbi bazën e fakteve të reja, nëse arrihet me kriju një konkluzion i ri mirë, nëse jo, mundet në një kohë tjetër me u tentu respektimi të njëjtës. A mund sjell kjo deri te, do të thotë, po të vinë kuvend, po të mos bëhen vota, ata do të thotë dështimi i severisë dhe shpërndarja e kuvendit? Jo, se ka plot raste ku vendimet të cilat duhet merren në qeveri me 2/3 nuk kalojnë. Mirë, po kjo nuk është çfarë do të thënë? Është shndruar në kauzë politike, e fuqishme, por mendoj se problemi i parë nuk është ky. Problemi i parë është raporti i Kosovës në Bashkimin Evropian. Kjo temë duhet shkëputet nga raporti i Kosovës në Bashkimin Evropian. Unë e di që problemi i kufirit me Malnezi duhet zgjidhet. Dhe duhet zgjidhet në rrugë miqësore. Por nuk duhet trajtohet me kryenësi për pushtetit dhe as për opozitës. Duhet trajtohet me argumente se dy palët kanë pozicionime kryeneqe. Dhe këto pozicionime kryeneqe janë të parasyshme, jo politike. Duhet merret qendrim politik. I mirëfill edhe në këtë rast personalisht mendoj se rastin për me u dëshmuar ka pushteti, sidomos kryeministri. Sepse dëshmon zemërgjërsinë, dëshmon arshyeshmërinë, menaxhimin e situatës. Menaxhim gjon zgjidhjen edhe jap zgjidhjen. Jap zgjidhjen publikut, jap zgjidhjen politikës dhe tregon leadership. Shikues të nderuar, po shputemi shkurt për një blok marketingu për të kthyer dhe të vazhduar me temën që e shputëm, do të thonë demarkacionin dhe disa tema tjera që ndërlidhen me qeverisjen dhe me partinë Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ju mirëpresim. Arben, ndërprejmë në momentin kur ishte të bisedu për rolin e kryeministrit që të marrë një rol ma proaktiv tash rreth kësaj teme. A mund të na elaborosh edhe pak çka ish dashur të bëjë kryeministri tash duke pas parasysh opozita ka thonë vetën të gjitha mënyrat çka mendojnë për demarkacion. Qeveria praktikisht është barikadu prej asaj kohe deri sot nuk ka dalë me ndonjë ide të re ose me ndonjë lëvizje të re. Ka plot lëvizje, njëra prej tyre është me dërguar një emisar në Malzi. E dyta është më shku vetë Malzi. Kryeministri? Po, me taku me homologun dhe me pa se me i marrë letrat prej palëve, mes me insistu se zgjidhja që është ofruar është zgjidhja e duhur, po me marrë dhe me pa bashkarisht me Malnezi se ku janë problemet. E treta me bashkëbisedu me Bashkimin Evropian, që kjo çështje të shkëputet për procesit liberalizimit vizave, edhe katërta instrumentin shumë të rëndësishëm që LDK-ja ka në dispozicion për momentin, është diskutimi me partnerët në Partitë Popullore Evropiane dhe me kriju një sinergji në Partitë Popullore Evropiane të përkrahjes jo të kushzuar në këtë formë për procesin e liberalizimit të vizave, sepse çështja e kufinit do të zgjidhet, dhe duhet të zgjidhet, dhe duhet të zgjidhet në mënyrë miqësore dhe paqësore me Malnezi. Por jo në mënyrë të imponueshme, sepse momentin që imponohet këtë formë, normalisht që krijon rezistencë, sa më i madh presioni, sa më e madhe rezistenca. Dhe nëse kryetari i LDK-s dhe kryeministri i vendit bëhet më proaktiv në këto drejtime, besoj se do të ketë rezultate dhe do të jetë merit politike edhe tij. Një temë tjetër që ka mbetur do të prej zgjedhjes zotit Taci president, zavendësimi i pozitave të tij në që ka pasur do të ministri i jashtëm zavenc kryeministër, po ashtu edhe posti i ministrit drejtësisë për shkak të një farë dorëheqje parimore të zotit Kushi, megjithëse sa e diun formalisht ende nuk ka dhënë dorëheqje, mirë, po praktikisht ka paraqitur se nuk do të jetë më në atë pozitë. A e din ti si njëri aktiv i politikës, si deputet, pse nuk po mbushën këto poste ende, do të ka kaluar një kohë gjatë? A ka ndonjë rezistencë, ndonjë emri? Po, me sa kam pa unë, të paktën sa kam mujtë me lexu prej pozicionit politik të gjindëm unë, është se partneri i koalicionit në një fazë saktuar ka dashur me kry proceset e brendshme që janë zgjedhja e kryetarit të ri dhe çështje tjera, dhe ribalancimi politik i brendshëm. Mbasi që e ka kryer, më nuk ka logjik pse nuk plotësohen vendet në qeveri dhe pse nuk kompletohet qeveria dhe në bazë të asaj qeveria të ofrohet qeverisja e vendit.
nuk di për emra konkret, por mund të supozoj që nuk ka tregu vullnet Partia Demokratike e Kosovës që t'i plotësoj këto vende për arsye të ndryshme. Ndoshta njëra prej arsyeve për me mbajt Lidhjen Demokratike në presion dhe për t'i tregu që janë ata partneri madh dhe janë ata që vendosin se si do të drejtohet vendi. Momentalisht do të zoti Mustafa nuk ka partner në kuptim të zëvendës kryeministit nga rahat e PDK-s. Do të thotë përgjegjësinë e plotë mban tash zoti Mustafa për çdo lëvizje në qeveri. Me sa kam pa unë prej sjelljeve publike dhe politike, se ju dini se në politik rëndësi të madhe kanë edhe simbolikat. Zoti Veseli nuk ka pas një takim formal me zotin Mustafa për një kohë të gjatë, prej kohës kur u caktu ushtrues detyre i kryetarit të Partisë Demokratike, pastaj prej zgjedhjes si kryetari i Partisë Demokratike, nuk ka pas një takim formal në një vend neutral, në kupton as në zyrën e kryetarit PDK-s dhe as LDK-s, po as në zyrën e kryetarit të kuvendit dhe as në zyrën e kryeministrit. E bjen kjo që po injoron. Dhe në një fazë saktuar pastaj erdhi një takim mes kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit në zyrën e kryetarit të kuvendit, por që folën për çështjet e partisë. Po ti po thumë në qëllim caktuar, besoj a është injorim nga zoti Veseli kryeministri? Jo, është tentim i zotit Veseli që të krijojë perceptimin e njeriu të fuqishëm në vendimarrjen politike në Kosovë, dhe është tentim i zotit Veseli që të bëj presion Lidhjes Demokratike të Kosovës duke i tregu autoritetin vendimarrës. Ndër tjera je njoft si sistemi i drejtësisë në Kosovë, ke qenë edhe kryetari i komisionit në legjislacionin e kaluar për çështjet e legjislacionit. Një prej emrave që është përfolur dhe i vetmi deri tash është përfolur për emrin të ministrit të drejtësisë, është zoti Ganikoci, aktualisht zëvendës ministri në qeverinë e Kosovës. Si njoft, pra po them, i rrethanave i problematikës drejtësisë, që është një prej pikave më të ndishme në qeverisjen e vendit. A është ky një emër i përshtatshëm? Është përfolur se zoti Mustafa ka kundërshtime ndaj këtij emri? Zotin Koci personalisht nuk e njoh. Nëse e shoh si personalitet prej jashtit, është një person që ka pas angazhim politik për një periudhë gjatë, që ka qenë në burg për shkak të aktiviteteve politike të kaluara, një person rezistent, por edhe që mbas luftës ka pas një pozicion shumë të ashpër, të fortë, kritik edhe për partnerin në tashëm të koalicionit, për LDK-n, por edhe për vetë raportet me ndërkombëtarët ka qenë shumë parcial, ndoshta tentues shpesh herë që të mos bëhen veprime të caktuara të sundimit të rendit dhe të ligjit, dhe këto elemente pastaj nuk shkojnë favor tij. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse përflitet që edhe ndërkombëtarët e zotit Mustafa hezitojnë që një profesion me një profil të tillë ta emërojnë pozitën e ministrit, sepse ministri i drejtësisë do të ketë faktikisht obligime, do të ketë përgjegjësi në disa fusha, dhe përgjegjësia e parë dhe primare që do të ketë ministri i drejtësisë do të jetë me themelimin dhe funksionimin e gjykatës speciale. Trajtimin e burgjeve, të burgosurve, dëshmitarëve, është goxha e komplikuar si situatë, nëse një person me afiliacion shumë të fortë, partijak dhe politik, dhe me lidhje miqësore dhe personale shumë të forta për shkak edhe të periudhës të luftës dhe të para luftës dhe mas luftës, me persona që potencialisht do të mund të ishin subjekti i trajtimit gjykatës speciale, mendoj se nuk është personi i duhur për momentin që me kon ministri i drejtësisë. Duhet dikush që të jetë më neutral dhe të mendoj më me gjaktësi për interesin e Kosovës, për sistemin e drejtësisë dhe të punoj për sistemin e drejtësisë. Dhe jo të udhëhiqet ndikohet ndoshta nga emocionet personale të kaluamës tashmes apo situatave të tjera që mund të jenë edhe më shumë raporte personale dhe ndjeshmëri personale se sa arsyeshmëri juridike. Sepse tash kemi ndarjen mes arsyeshmërisë juridike dhe arsyeshmërisë politike. Dhe në mes këtu po hyn edhe një element tjetër që është lidhja emocionale. Dhe po shkojnë të gjitha këto dyja në dëm të shtetit së drejtës dhe të ndërtimit të
qëndrueshmërisë juridike. Dhe në këtë situatë, sidomos ju e dini që për sundimin e ligjit dhe sidomos në mënyrë specifike për gjykatën speciale, ka ndjeshmëri shumë të madhe ndërkombëtare. Dhe ndërkombëtarët nuk janë të interesuar që me leju një shkallë kaq të lartë të rrezikut. Dhe ndoshta arsyeja pse zoti Kuqi largohet ose ka shpreh gatishmërinë që të largohet nga Ministria e Drejtësisë është pikërisht kjo sepse nuk don me u përballu me këtë situatë duke pas informacione të brendshme se kush mund të jetë subjekti i trajtimit. Po është për logjikshme që LDK-ja në këtë rast është çështje reformatimit të qeverisë që të sugjerojnë dëmë nga rrotë veta. Do të mund të ishte më neutrale LDK-ja në këtë rast. Ma jo emocionale në trajtimin e çështjeve sepse do të ketë shumë më pak mundësi që subjektet profilit lartë në Ligjin Demokratik të Kosovës të jenë subjekti i trajtimit nga gjykata speciale. Kështu që do të ishte më neutrale, por do të kishte edhe afeksionin për me rujt partnerin e koalicionit. Po kthehemi pak në funksionimin e LDK-s në këto 10 minutat e fundit që na kanë mbet. Konventa ka mund të shkojë më mirë se si shkoi. Po, gjithmonë mund të më shkojë më mirë. Mirë, po. Edhe do të ishte më e mira, prapë do të ketë hapësirë për me qenë më mirë. Mirë, po mendoj konkretisht ka mund të shkojë më mirë se me ato skena të cilat e përcollën konventën. Sa i përket edhe zonës Gërvalla, e cila megjithatë po them nuk është dikush komplet i parancishëm në historinë e LDK-s, është dikush që ka kontribuar prej ditëve të para pak a shumë të formimit të LDK-s në diasporë. Vjen nga një familje e cila ka kontribuar edhe pjesërisht në jetën e tyre për këto ku jemi sot. A ka pas nevojë të trajtohet në individ si ajo pavarësisht motiveve të saj që të vjen aty, që trajtohet në atë mënyrë? Mendoj se ka qenë e parësyeshme dhe mënyra se si është menaxhu ka qenë shumë jo politike, jo profesionale. Zonja Gërvalla është kryetare e Lidhjes Demokratike në Gjermani. Një pjesë po e kontestojnë zgjedhjen e saj, okej, po e kontestojnë, e drejtë e tyre të kontestohet edhe kryesia e partisë ka vlerësuar që kontestueshmëria është në një shkallë të pranueshme që të shpallet pavlerëshmëria në zgjedhjet në Gjermani dhe të ripërsëritet. Dhe institucioni brenda LDK-s i cili merr vendimin që kjo degë dhe dega Zvicrës të shkojnë në zgjedhje është Këshilli i Përgjithshëm. Derisa Këshilli i Përgjithshëm nuk ka marrë vendim që këto të shkojnë në zgjedhje, a ditë ka qenë dita e marrjes vendimit që këto dy degë shkojnë në zgjedhje me ajo ka mujt me marrë pjesë. Ka mujt me marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm, edhe të mos ishte hiç. Ka pas raste të tjera kur kanë marrë njerëz që s'kan qenë antar të Këshillit të Përgjithshëm pjesë në mbledhje. Sepse ka antar të Këshillit të Përgjithshëm të cilët janë zgjedh ose emëru. Në fakt nuk ka pas zgjedhje, ka pas emërim si antar të Këshillit të Përgjithshëm, ka antar të Këshillit të Përgjithshëm që janë sipas detyrës zyrtare, që kanë deputet, kryetar degëve e tjerë, dhe ka të tjerë që nuk kanë lidhje me Këshillin e Përgjithshëm, por kanë marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm. Dhe në këtë situatë edhe zonja Gërvalla do të mund të ishte pjesëmarrëse në Këshillin e Përgjithshëm, maksimumi që ajo kishte mujt me marrë, shkon me marrë një fjalim 10 minuta, me kontestuar gjithçka që ekziston në variantin më negativ. Po ndërlidhet dy gjëra që s'kan bëjnë. Në fund fundit LDK-ja voton edhe vota është ajo që vendos nëse Këshilli i Përgjithshëm vendos. Gatishmëria, mekanizmat që në Këshillin e Përgjithshëm janë të tillë që do të kishin vendosur sikur zonja Gërvalla të ishte brenda të falte të elaboronte, të arsyetonte prap mekanizmat në Këshill janë të tillë të dizajnuar që propozimi i kryesisë dhe kryetarit për ta çuar zgjedhje degën e Gjermanisë dhe Zvicrës do të kalonte dhe do të ishte në mënyrë elegante dalës prej situatës. Sa ndoshta po i ndërlidhe dy gjëra që s'kan bëjnë parimisht me njëra tjetrën. Mirë po krijohet pak një përshtypje që establishmenti aktual i LDK-s ka një lloj injurimi edhe ndaj familjeve, po them kushtimisht të mëdha, që qëndrojnë prapa LDK-s. Para një javë kishëm rastin do të 24 majit pra ditës së presidentit. Presidenti historik këtë rast Ibrahim Rugovës, ku do të thotë i vetmi vizitor në atë ditë për ta shijuar atë ishte kryetari i kuvendit edhe kryetari i PDK-s. Kadri Veseli, por askush nga LDK-ja, po flas askush nga LDK-ja në kuptimin e kryesisë ose të kryeministrit. A është kjo një shkputje do të thotë LDK-s nga familjet që kanë ndërtuar këtë parti? Ta elaboroj pjesën e parë me zonjën Gërvalla. Me sa di unë, raportet e zotit Mustafa me zonjën Gërvalla kanë qenë raporte shumë të mira.
deri në përfundimin e zgjedhjeve të përgjithshme. Zonja Gërvalla ka qenë shumë aktive me Partitë Popullore, me CDU-n, dhe ndihma që ka raportet e tua me zotin Mustafa kanë qenë shumë më të mira ndikohë. Po ata po them, është një ide do të thotë në establishmentin e Tricës të shkputë që tha vijat me të kaluamën edhe të krijojnë. Nuk e di, nuk muj me thonë që nuk muj me mbërrit këtë konkluzion, po në rastin e zonjës Gërvalla nuk është problemi me shkputjen me familjen Gërvalla. Zonja Gërvalla ka mjaftueshëm kredenciale të vetat, cilat i ka vendosur në dispozicion të LDK-s dhe cilat e detyrojnë LDK-n që të ketë një sjellje më dinjitoze. Në rastin e familjes Rugova, lidhja me presidentin Rugova si figurë historike e vendit, tash mendoj se ka ardhur koha kur zoti Rugova, presidenti Rugova nuk është më figurë vetëm e LDK-s. Dhe kjo është zhvillim pozitiv. Sepse është figurë nacionale dhe ndoshta në nivel caktuar edhe mbi nacionale. Dhe kjo është e mira. E keqja në këtë situatë është, ose ma pak e mirë, në këtë situatë është se institucionalizimi apo familjarizimi si trajtohet kjo çështje. Si duhet trajtohet familja, pasardhësit në aspektin politik. Dhe tash këtu vjen problemi. Në aspektin politik, Më falë, aty shoshet e homazhit do të... Po, në aspektin politik, marrja familjes në parti është një burim i përdorimit politik për të arritur kapital politik për partinë. Por edhe janë antar pasardhësve të familjes që nëpërmjet partisë me kapitalizu objektivat e veta politike. Kjo është normal. Po pyetja në këtë rast ishte pse askush nga LDK-ja apo kanë harruar fora dot. Personi më ult në hierarkinë e LDK-s që mundesh më bëj këtë pyetje direkte, kështu që shpër bën është zoti Beshiri dhe tutje si për ti. Sepse është sekretari i përgjithshëm dhe mundet me ta dhënë përgjigje. Ose nën kryetari të partisë, ose vetë kryetari, ose anëtar të tjerë të kryesisë. Nuk e di pse. Po mendoj se është pozitive fakti se zoti Veseli nga një kundërshtar shumë i madh në hije, dhe nga një parti kundërshtare shumë e madhe e presidentit Rugova Bilja në fazat caktuara dhe vendosjet epiteteve dhe veprimeve politike dhe fizike në dëm të tij, ka arrit në një pjekuri politike që e pranon dhe është pozitive edhe për vetë figurën e presidentit Rugova për Kosovën që tashmë pranohet pas një kontestim përveç raporteve të vetë vendosjes me figurën e presidentit Rugova që janë akoma të paqarta. Komplet skena politike e Kosovës aktuale e pranon figurën e presidentit Rugova si figurë mbi partijake. Dhe në këtë rast LDK-ja ka humbur privilegjin e të pasurit si figurë partijake ekskluzive të privatizuar. Tashmë është një figurë që është e mirë, mendoj se është figurë nacionale sepse e tillë është dhe e tillë duhet trajtohet. Dhe mbetet të shihet edhe si do ta trajtojë vetëvendosja në të ardhmen figurën e presidentit Rugova dhe si do ta elaboroj. Por në përgjithësi mendoj se është pozitive. A duhet kushtojmë më shumë kujdes LDK-ja për figurën e presidentit Rugova? Po them për figurën e presidentit Rugova, unë mendoj se duhet. Tash pjesëtarët individual të familjes Rugova është çështje tjetër. Se si trajtohet Uka, Teuta, mendimi zonja Fona apo tjerë, është çështje. Për shembull, ka variacione. Nëse mendimi është emëruar as ministër, Teuta është deputete, zonja Fona është antare nderi e kryesisë degës 3. Do të thonë, ka një Po, ka një angazhim politik. Po nuk është pyetja e familjes, është pyetja e ndërimi i figurës edhe i ditës pa kontestueshme, ditës që nuk ndodhi atë në një ditë caktuar. Zoti Rugova, presidenti Rugova tashmë është figurë pa kontestueshme dhe e pranueshme për gjithëve dhe LDK-ja duhet akoma të shtyjë përpara figurën e presidentit Rugova, duke ndërtuar tamam imazhin e qartë dhe simbolikën e shtetit modern të Kosovës duke filluar nga presidenti Rugova.
Dhe kjo është ajo që i shkon në interes edhe figurës presidentit Rugova, po edhe të ardhmës vendit. Pastaj çështje tjera, familja mendoj se gjithë secili ka vlerat e veta. Zonja Gërvalla, Donika Gërvalla mendoj se ka kredencialet e veta, ashtu siç i ka te UKA apo mendimi gjithë secili në veprimin e vet politik. Krejt për fund. Tha ma herët, Arbeni ka qenë dikur shumë i afër niko me zotin Mustafa, dhe dikur për çështje parimore ka ndodhur këto për çare që ka ndodhur, ose çari, ku do të jetë Arben Gashi në të ardhmen politikisht. Është folë të të edhe për Vjosën edhe për Arbenin edhe për njerëz të tjerë se do t'i bashkangjitën të një lëvizje tre politike ose ka diçka të vërtetë? Nuk kam asnjë lloj synimi as objektive që të bashkohemi në lëvizje apo parti politike tjetër. Unë do të jem në LDK për aq sa mundem me shku bashkërisht përpara në procesin. Kur nuk mundem me shku, vazhdojnë tjerët, kështu shkon politika. Mirë, po mas një kusht, ju nuk do t'i bashkangjitë në një grup i ri politik. Nuk kam asnjë lloj objektivi që unë të jem pjesë e një alternative politike cila është jashtë LDK-s. Shikues të nderuar, kaq që ishte për sonte, në fund para se të ndahemi vjen duhet që të falenderoj sponsorin kryesor të emisioni Valin, PTK-s, cila e mundson të thotë realizimin e këtij emisioni, të falenderoj edhe musafirin Arben Gashi, të falenderit shumë. Faleminderit ju. Shikues të nderuar, pra ka ishte natën e mirë.